Më 16 maj 2025 në ambientet e komunës së Tuzit, u mbajt një takim informues me nxënësit e klasave të 5 të shkollës fillore Mahmut Lekiq, bashk me trupën arsimore. Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 120 nxënës nga paralelet në gjuhën shqipe dhe atë malazeze. Takimi organizuar në 2 pjesë të ndara, fillimisht morën pjesë nxënësit e paraleleve në gjuhën shqipe, të cilat u njohen me funksionimin e administratës lokale, organet vendimmarrëse dhe kompetencat e komunës së Tuzit. Kryetari i komunës zoti Lindon Gjelaj i përshëndeti fëmijët dhe mësimdhënësit, duke theksuar rëndësinë që ka edukimi qytetar në moshë të hershme. Fëmijët u përfshin në një bashkëbisedim të drejtpërdrejt me kryetarin, duke parashtruar pyetje që reflektonin kurreshtje dhe përfshirje në jetën e komunitetit. Të nderuar mësimdhënëse, të nderuar nxënës, mirë se keni ardhur në institucionin e komunës së Tuzit. Unë shkurtimisht do t'ju njoftoj me organet e themeluesit e cilave është komuna, pasë ndërkohë ndoshta kur t'ju përkujtoj edhe do t'ju vi ndërmend ndonjë pyetje interesante. Momentalisht gjendemi në sallën e kuvendit, ku mbahen seancat e kuvendit, dhe kuvendi është organi përfaqësues i qytetarëve, të cilin e përbën këshilltarët, të cilët i zgjidhin qytetarët. Këta këshilltar janë të zgjedhur në periudhë 4 vjeçare, kurse këtu pranë jush gjendet kryetari i komunës, zotëri Lindon Gjelaj, i cili ka 2 nënkryetar. Komuna ka 7 sekretariate, sekretariatin për veçqeverisje lokale, sekretariatin për financa, sekretariatin për bujqësi, sekretariatin për urbanizëm, sekretariatin për pronë, sekretariatin për zhvillim dhe projekte, si dhe sekretariatin për diasporë. Gjithashtu ka shërbimin e kryeadministratorit, shërbimin e kryetarit dhe shërbimin e policisë komunale dhe inspeksionit komunal. Komuna e Tuzit ka 2 klube sportive, klubin e futbollit të Dëqiqit, si dhe klubin e basketbollit Dëqiq. Komuna ka themeluar edhe shërbime publike, komunale SHPK, ujësjellësi dhe kanalizimi dhe tregun. Gjithashtu ka institucionin publik, qendrën informative kulturore Malësia, si dhe organizatën turistike, dhe sot me ne është edhe drejtori i organizatës turistike, zotëria Lënd Gjokaj, cili do të keni mundësi dhe ati t'i veni ndonjë pyetje interesante. Po dhe ishë mësuesi. Ky ishte një prezantim i shkurt mbi organet e komunës për të cilat dhe në lidhje me të cilat ju mund të shtroni pyetje kryetarit. Unë tani ja jap fjalën kryetarit të komunës, i cili do t'ju përshëndes dhe pastaj vazhdojmë me pyetjet tuaja. Atëherë nga zemra përshëndes secilin prej jush, të dashur nxënës, të dashur mësuese, të dashur prindër nëse ka këtu prezent. Mirë se keni ardhur në komunën e Tuzit, siç e ceki kolegja e bëri një prezantim të shkurtër të komunës Tuzit dhe besoj se ky prezantim, cilin e ceki kolegja, do të thonë sqaroi pjesën e organizimit të komunës Tuzit, gjithë ky organizim dhe komuna krejt është në shërbimin e juve si e ardhmja e komunës tonë. Kur e them ardhmja e komunës tonë, e them me plot zemër, për hir të asaj se kas fëmijë të bukur, kas fëmijë të shëndosh, kas fëmijë të mirë, në komunë na vinë shumë rrallë. Kanë qenë edhe vitin e kaluar, po prej vitës kaluar s'kem pas musafir kas të mirë. Kështu që unë jam këtu që të përzisem pyetjeve tuaja, është bërë tradicionalitet në komunën tonë që nxënësit e klasave të 5 apo nuk e di 5 apo jo, do të thonë të vizitojnë komunën tonë dhe kryetari të u përgjigjet pyetjeve tuaja. Me kënaqësi, edhe i herë mirë se keni ardhur, ju uroj shëndet, ju uroj gjitha të mirat dhe këtu jam se të u përgjigjem pyetjeve tuaja. Faleminderit. Mirdita zoti kryetar. Unë quhem Marion Berisha dhe jam nxënës i klasës së 5-ni. Në emrin tim personal dhe të gjithë klasës sime, jemi falendërues që na keni pritur sot dhe gjithashtu kemi përgatitur disa pyetje për ju. Unë jam kurioz të di se çfarë ka shtyr ju që ta pranoni postin e kryetares komunës së Tuzit dhe është përgjegjësi e madhe që të jeni udhëheqës i këtij institucioni.
Pyetje shumë e bukur. Faleminderit shumë për pyetjen. Shikoni, unë para postit kryetarit komunës kom qenë rreth 18 viteve apo 19 viteve mësimdhënës në shkollën e mesme në Tuzë. Kom kryer edhe disa funksione tjera shoqërore. Tu e vrejt të vetja i nderuar Berisha dhe të gjithë nxënësit se elementi bazë të unë është me u shërbyer të tjerëve. Do më thonë, u kom shërbyer dhe nxënësve në kohën e asaj kur kom qenë në mësimdhënës, por kom shërbyer qytetarëve dhe prej pozicionit tjetër dhe mendoj se ndjenja e posaçme të unë është që t'i shërbej njerëzve të tjerë. Në këtë rast, kam zgjedhur se përmes këtij postit të shërbej juve, sparit, si ardhmja e vendit, por edhe çdo qytetarit të komunës Tuzit. Kështu se kjo është një element që zgjon te unë një ndjenjë të veçantë kur kam mundësi apo kur u shërbej qytetarëve të tjerë. Kështu se kjo është një përgjigje e cila besoj se e keni marrë mesazhin. Faleminderit. Urnoni lirisht pyetni çka të doni. Mos i lexoni ato çka i keni shkruar, pyetni çka të doni. Mirëdita të gjithëve, përshëndetja për kryetarin e komunës me bashkëpunëtorët. Emri im është Zena Gjokaj, nxënësja e klasës të 5, shkolla fillore Mahmut Lekić, në paralelen Milesh. Unë kam organizuar 2 pyetje për ju. Çfarë politikash do ndiqni që nxënësit e komunës son të mos shkojnë në komunën tjetër ose shkolla jo publike? Faleminderit për pyetjen gjithsesi, që në ke shumë e mirë. Kjo pyetje nuk është shumë e lidhur me komunën e Tuzit, për hir të asaj se arsimi në Maltezi është i organizuar përmes nivelit shtetëror apo përmes nivelit të ministrisë, por gjithsesi ne si komunë, domethënë kemi kontribuar gjithmonë, domethënë që përmirësojmë kushtet e nxënësve tanë, domethënë t'juve dhe gjithë nxënësve të komunës tanë, domethënë nëpër shkolla jemi munduar të rikonstruojmë shkolla, për shembull keni shkollën e mesme e cila edhe ju do të jeni nxënës me siguri, kemi përmirësimin e kushteve në shkolla të tjera, domethënë ne komuna në mënyrë konstante kontribon që kushtet në shkolla të keni sa më të mira. Për këtë pyetjen tjetër, unë me sa di unë se kam qenë edhe drejtor në shkollë, në gjimnaz në Tuzë, ka drejtime të profileve të ndryshme, kështu që besoj se secili nxënës i komunës sonë mund ta gjejë, domethënë veten në ato profile të cilat janë atje. Po jam i bindur se rëndësia kyçe është se ju të jeni nxënës të mirë, të mësoni mirë, të keni sukses dhe ne dhe mësuesit tuaj do të bëjmë përpjekje maksimale se kërkesat e juve ti realizojmë, domethënë në maksimum në të ardhmen. Kështu që keni besim te komuna e Tuzit, keni besim te mësuesit tuaj dhe jam shumë i bindur se ne do të jem ata të cilë do t'i realizojmë ato kërkesat që i keni ju. Kështu që kjo ishte përgjigjja, megjithëse ndoshta pak e kufizuar se nuk ka shumë lidhje me komunën e Tuzit, por gjithsesi jemi këtu që të udhëzojmë, të ndihmojmë dhe të çojmë sistemin e vlerave në nivelin e duhur ku duhet. Faleminderit. Mirëdita zoti kryetar. Unë quhem Ernis Duka dhe kam një pyetje për ju. Çfarë ju pëlqen më shumë në punën tuaj dhe çfarë ju motivon që të jeni një kryetar komune i përgjegjshëm dhe i përkushtuar? Sa pyetje e vështirë. Shiko tash, kjo përgjigje të cilën pe prisni ju, unë e thash deri diku në pyetjen që ma ka bë djali Berishaj. Shiko tash, pse jam orientuar unë të jem kryetar i komunës apo udhëheqës i komunës Tuzit, më ka motivuar gjithmonë ndjenja që tu shërbej qytetarëve. Domethënë tu shërbej qytetarëve prej atij më të voglit deri në atë më të moshurin që e kemi në komunë. Kështu që ajo është baza kyçe e cila mua më shtyn, domethënë që kam marrë këtë pozicion. Kështu që kjo është. Faleminderit. A ka dikush tjetër? Mirëdita, unë quhem Nora Gjokaj dhe kam një pyetje për ju. Cili është mesazhi i juaj për ne si nxënës të shkollës fillore të kësaj komunë? Kam një mesazh special për juve. Mesazhin e thaç edhe në fillim, po do ta përsëris. Mesazhi imi është se ju të jeni të shëndetshëm sparit,
t'jeni nxënës sa më të mirë që të mundeni. Besoj se këto dy segmente, kur plotësohen, atëherë suksesi juve edhe i mësuesve tuaj pa marrë parasysh, por edhe i gjithë qytetarëve, por edhe i kryetarit të komunës, do me thënë është i plotësuar. Jam i bindur se në qoftë se vazhdoni t'jeni të mirë si që keni sot, edhe në nota, edhe do me thënë në mësime në përgjithësi, jam shumë i bindur se suksesi nuk do të mungoj. Kështu që mesazhi im është se t'jeni të mirë, t'jeni të shëndetshëm dhe të mësoni sa ma shumë që të mundeni. Faleminderit. Mirë dita, unë qohem Elena Nicaj dhe kam një pyetje për ju. Si e zgjidhni një problem që kanë banorët e komunës? Varet se çfarë problemit është, do më thonë që kanë komuniteti apo qytetarët tanë apo banorët e komunës si e quhen ju. Ne adresojmë problemin të karakterit caktuar dhe këto që i ceki, do më thonë kolegja, sekretariate apo shërbime, do më thënë adresojmë në ato dhe mundohemi maksimalisht në afate sa ma të shkurtra që ti regulojmë apo ti adresojmë në vendet caktura ku janë, do më thënë, ku mund të realizohen ato. Do më thënë, tash, ndoshta nuk keni me më keq kuptuar, por jemi komunë jo shumë e madhe dhe ato adresime dhe ato zgjedhje i bajmë maksimalisht shpejt. Kështu që mundohemi përmes organizimit të komunës që realizimet e problematikave të caktura në komunën tonë të realizohen sa më parë. Faleminderit. Kam edhe një pyetje. A ka zgjidhje për qendë e Ndacak? Pyetje bukur, bravo. Po, ka zgjidhje për qendë të Ndacak. Ne si komunë së shpejti do ta formojmë shërbimin për qendë të Ndacak. Është pak problematike për hir të asaj se ne ende se kemi përfunduar ndarjen me Podgoricën, atë shërbim na e kryen ende Podgorica, por në të ardhmen ne do ta formojmë shërbimin për qendë të Ndacak, për kafshët në përgjithësi, domethënë dhe besoj se shumë shpejt do ta përfundojmë. Tashti shumë shpejt e thash do ta planifikojmë vitin e ardhshëm. Me sens se faktikisht jemi në gjysmë të vitit dhe besoj se do ta planifikojmë vitin e ardhshëm. Kam një kënaqësi shumë të veçantë se kur e thash do ta planifikojmë vitin e kaluar, kom pas pyetje këtu për vendet lojrash dhe për parqe dhe u kam thënë fëmijëve se do të realizojmë që tashti me kënaqësi, do më thonë, afër shkollës tuaj kemi realizuar një park shumë bukur. Besoj, po jam i bindur se me nisër shorë do t'jetë hapja e tij, dita ndërkombëtare e fëmijëve, dhe do të keni një kënd shumë të bukur që për lojë, për hecje, për natyrë, e tjera, por e kisha pas një kërkesë nga ju që ta keni kujdes. Ta keni kujdes dhe të ndikoni të shoqet dhe shokët në shkollë apo ku do që t'jeni që t'u thoni që ta kemi kujdes parkun e ri. Jo parkun e ri, por edhe sheshin Këndejt, vjetrin edhe çdo park tjetër që do ta punojmë. Kështu që faleminderit. Mirdita dhe përshëndetje për kryetarin e komunës dhe bashkëpunëtorët. Unë quhem Majda Kajoshaj, jam nxënësja e klasës së 5 të shkollës fillore Mahmut Lekiq. Kam përgatitur një pyetje për ju. A mund të punoni që Vitoja në Malësi të shpallet park kombëtar duke u bazuar në bukuritë e saj natyrore? Ne kemi punuar edhe deri tani në atë drejtim, por me sen se pjesa e Vitojës është i trajtuar si park nacional. Do më thonë, jemi shumë të kufizuar në atë drejtim, kështu që shpresojmë që të ardhmen ndryshohet një mundësi ligjore në këtë drejtim dhe pse jo, edhe ju edhe gjithë qytetarët e komunës kanë nevojë më shumë për parqe, për çka i thon hapësira të gjelbërt e tjera, por gjithsesi na jemi këtu që në kuadër të normave ligjore maksimalisht punojmë në këtë drejtim. Jo vetëm për atë pjesë, por edhe për pjesë të tjera në komunën tonë. Kështu që faleminderit për pyetjen. Përshëndetje. Unë quhem Tadeo Junçaj dhe kam një pyetje për ju. Si e matni suksesin në punën tuaj? Okej. Pyetje bukur.
suksesin e punës time e masin qytetarët. I thonë një elementi që ceki shefja kabinetit, i thonë zgjedhjet, që organizohen çdo 4 vite, dhe qytetarët e komunës do më thonë përmes votes tyre zgjedhin se kush do të jetë ai cili ka me kryesua komunën. Kështu që suksesi i asaj matet përmes votes qytetarëve. Unë në qofë se më pyet, mendoj se relativisht jam i sukseshëm, kështu që besoj se edhe qytetarët janë të kënaqur. Faleminderit. Mirdita, unë jam Lira Sinishtaj dhe duhet të pyeti, cilat janë 3 projektet e cilat janë sipas jush më të rëndësishme të realizohen në komunën e Tuzit? Pyetje me vend. Unë në raportin apo në dimensionin tuaj, do më thonë, besoj se ka qenë një projekt i cili është përfunduar me sa e di unë dje, është parku për fëmijë. Unë jam adhurues i asaj që, duke mos anashkaluar projektet tjera, të jam i sinqert, por do më thonë jam adhurues se fëmijët tanë, trit tanë, të kenë hapësira sa ma shumë për parqe, për lojra, këtash në të ardhmen do të punojmë konkretisht edhe për një hapësirë të lojrave të kombinuara, basket, tenis, sporte tjera, kështu që Komuna e Tuzit ka pas shumë nevoja. A ishte Lira, po? Lira, Komuna e Tuzit ka pas shumë nevoja. Ne kemi punuar shumë në infrastrukturën rrugore, kemi punuar në ndërtimin e shesheve, ndërtimin e parqeve, do të punojmë në ndërtimin e, çka i thonë kësaj, rregullimit të hapësirave sportive, por ka dhe elemente tjera, që për momentalisht sa po flasim këtu është duke u rregulluar dhe rikonstruar centra e kulturës në Tuz. Do më thonë, jemi duke punuar në segmentet përgjithshme, do më thonë, edhe për, edhe për parqet, edhe për kulturën, edhe për infrastrukturën rrugore, edhe për mundësitë, do më thonë tjera, se po mundohem me u kujtua ku jemi duke punuar, se kemi hapje të punëve, do më thonë, komplet komunën e Tuzit, kështu që besoj se këto janë ato elemente cilat janë duke u realizuar, janë realizuar dhe duke u realizuar, por komuna e Tuzit nuk ndalet të së punuari dhe realizuari për hir të asaj se kërkesat e qytetarëve janë të mëdha. Dhe që drejtori i organizatës turistike, ishte mësuesi juaj, jemi duke punuar në promovimin e Tuzit, do të thonë komunës Tuzit në raportin e turizmit. Do të thonë që komuna e Tuzit të jetë e njohur, do të thonë edhe në Evropë apo për botë, do të thonë për potencialet e saj turistike, sa do të vogla se diku i duken, por do më thonë kemi natyrën shumë bukur. Edhe ku e përvenda natyrën, e kam edhe një mesazh shumë besoj shumë i rëndësishëm për ne si komunë dhe për juve që kur të ktheheni në shtëpiat tuaja apo kur ktheheni në shkollë, nuk e di se ku do të shkoni sparit, por të ndikoni te shokët dhe shoqet që t'i ruajmë, mos të hedhim mbeturina në hapësirat publike. Ti përdorim vendet e caktura ku janë për mbeturina, për hir të asaj se ne si komunë, do të thonë, duhet të punojmë shumë që komuna e Tuzit, do të thonë, tjetë e pastër edhe kopshti, edhe shkolla, edhe komuna, edhe hapësirat e zgjedhjeve etj. Se ju jeni adresa më e mirë që të ndikoni te shokët tuaj, te shoqet tuaja, te kojshit, te prindrit etj. Që komuna, do të thonë, të punojmë gjithë bashkut që komuna jonë të jetë sa më e pastër që duhet. Dola pak prej asaj pyetje se e bëre, por gjithsesi, do të thonë, esenca e kësaj është se edhe komuna më e pastër, do të thonë, është një projekt i tetë i rëndësishëm për ne. Kështu që falenderoj shumë. Mirë dita dhe juve. Veç që hem Erina Drishër edhe kom një pyetje për ju. Po? A është e vështirë ti minaçosh të gjithë këta punëtor? Po tashti, me ka një sinqert, është e vështirë. Është e vështirë, por besoj se me bashkëpunëtorët cilët i kemi këtu, do më thonë i ceki kolegja, do më thonë shtrirja e organizimit të komunës Tuzit, këtu kemi edhe nën kryetar, këtu kemi edhe sekretarë, cilët
e organizojnë, dhe funksionimin e komunës Tuzit, ja dalim, gjithmonë mundet ma mirë, por besoj se kjo përpjekje do të jetë për ditë ma shumë, në nivel. Kështu se pjesërisht është të vështirë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Bernardeta Junçaj. Cilat janë detyrat kryesore që keni si kryetar? Detyra kam shumë. Detyra ime kryesore është koordinimi dhe organizimi i punëve në komunën e Tuzit. Në sferat e ndryshme. Me bashkëpunëtorët normal, me bashkëpunëtorët cilat janë në komunën e Tuzit, dhe më thonë, të janë nisë prej din kryetarëve, të janë nisë prej sekretarëve, të janë nisë prej, ku e diun, që apo i shoh atje dy gocat prokurimeve publike, të janë nisë prej, ku e diun, bashkëpunëtorëve të ngushtë, e tjera, dhe më thonë, definitivisht me bashkëpunëtorë të mirë, dhe më thonë, arrihet komplet. Kështu që, si shkolla juaj, edhe shkolla juaj, ka drejtorin, ka nëndrejtorin, ka pedagogun, ka mësimdhënësit, edhe ju, dhe më thonë që u shërbejnë, gjithë këta që i përmendë u shërbejnë juve. Edhe ne jemi një staf i cili organizojmë punët për mirë funksionimin më të mirë të komunës së. Kështu që, kjo është, faleminderit shumë. Mirë dita, unë jam Anabela i Vezej dhe kam një pyetje për ju. A do të ketë aktivitete për fëmijë gjatë verës? Faleminderit shumë për pyetje e bukur, pyetje shumë e bukur. Ne aktivitetet për fëmijë nisim me jo nisërshor me sa diu nuk është, por me dyshërshor për hir të asaj se është e diel dyshërshori, domethënë me dyshërshor dhe prej dyshërshorit, domethënë deri në fund të verës, domethënë në kontinuitet komuna e Tuzit organizon aktivitete për fëmijë. Në këtë rast do të jenë aktivitetet edhe më intensive për hir të asaj se kemi edhe hapësirën e re, domethënë e cila është parku ekologjik, edhe përmes organizimeve aty, sigurisht se do të kemi më shumë mundësi se ju të arktoheni dhe të organizojmë edhe programe të ndryshme, të cilat komuna i ka çdo vit në planifikimin e saj për fëmijët, normal. Faleminderit. Sa simpatika i djali. Mirdita. Mirdita. Si zgjini problemet kur fëmijët e prishin parkun? Sa pyetje e bukur. Bravo. Ne kur prishet parku, thrasim mësuesen, edhe mësuesja ka me dënuar të shkolla. Pak loj. Unë jam i bindur se fëmija duhet të ruajnë parkun, nuk e prishin. Unë nuk njoh fëmijë që prishin parqe, për hir të asaj se ne jemi si komunë në shërbim të çdo qytetarit dhe çdo fëmijët në komunën tonë. Ne punojmë për ju, ne punojmë për të ardhmen tuaj dhe jam i bindur se fëmijë nuk ka se prishin parqe. Kështu që nëse se ke do i pyetje tjetër se kjo. Urnoni, faleminderit çuni. Pse fëmijët e rriturin kur shkojnë në park bëjnë probleme? Këtë pyetje do të më bë prindërve të fëmijëve dhe mësuesave. Mësuesit në shkollë, nëse se vreni se ka prish parkun, do të më dënua ose bëjnë probleme, kështu që në këtë drejtim edhe prindrit në shtëpi, do të edukojnë se mos me prish parqet, mos me prish gjanë, mos me prish jo vetëm parqet, por në përgjithësi, edhe shkollën, edhe me ruajt hapësirat publike e tjera. Faleminderit. A ka dikush tjetër? Mirdita të gjithëve, përshëndetje për kryetarin e komunës me bashkëpunëtorët. Emri im është Ria Gjokaj, nxënës i klasës së 5, shkolla fillore Mahmut Lekić, në paralelen Milesh. Bravo. I kam 2 pyetje për ty. Në çfarë mënyre mbështetni fëmijët me aftësi të kufizuara? Cilat janë pikat kryesore të bashkëpunimit mes komunës tonë dhe shkollave publike në Tuzë? Pyetja e parë, shikoni, ne si komunë kemi një komision e cili vlerëson dhe analizon mundësitë e fëmijëve me nevojat të posaçme dhe kemi mundësi që të ndihmojmë në mënyra të ndryshme, kështu se na jemi në shërbim, domethënë çdo fëmijë pa marrë parasysh, domethënë se në çfarë gjendje është, domethënë jemi maksimal të përkushtuar
Pjesa tjetër është edhe një segment të cilin nuk ka lidhje shumë me komunë, por është Ministria për çështje, tash nuk e di se u ka ndryshuar emrin, por është Ministria për çështje të, nuk e di, është shëndetësia apo çështje sociale, por kryesori domethënë një ministri e caktuar e cila merret me drejtim. Pyetja e dytë është se si Komuna e Tuzit ndihmon shkollat publike në trevën e saj. Kemi rastin e para, nuk e di unë, ndoshta 3-4 muajve kemi punuar në shkollën në Bashkimin e Hot, kemi punuar poligonin sportiv, domethënë për nxënës, por edhe parkingun e shkollës. Në shkollën tuaj, tash nuk e di është në Milesh apo në Tuz, po kemi pas projekti i cili është realizuar me eficiencën e energjisë dhe janë ndryshuar, nuk e di vlera e saj sa ka qenë, por është me sa e di unë rreth 200.000 euro parafërsisht dhe ka pas ndikim në eficiencën e energjisë. Ne jemi gjithmonë, ne kemi financuar shkollën ekologjike në shkollën Mahmut Lekiq. Jemi gjithmonë pro që të mbështesim, domethënë, aktivitetet në shkollat tona, e posaçërisht, domethënë, kur kanë bëj me aktivizimin më të madh të fëmijëve, pa marrë parasysh, domethënë, a flasim në shkollat fillore apo në shkollën e mesme, kështu që ne jemi në shërbim në bazë të mundësive ligjore, domethënë, për gjitha shkollat në komunën tonë. Urdhoni i nderuar. Mirdita, unë quhem Nikolas Gojçaj, unë kam një pyetje për ju. Kur doni me në godit rrugën e në Ros Qafës? Faleminderit për pyetjen. Faleminderit, pyetja interesante, sigurisht je pe i Ros Qafës, apo jo? Po ta ashti kështu. Ne kemi punuar një pjesë të rrugës e cila lidh Razën e Qafës me Dushicin, e cila ka pas vlerën e punimeve, besa kujtohet mua, rreth 600.000 eurove, se ka qenë vitin e kaluar. Ne kemi nis punimet, do të thonë, sot kisha takim me punëkryesin, do të thonë, ne kemi nis punimet në rrugën e cila lidh prej te kisha deri në Ras Qafës, vlera e projektit është 2.2 milion euro. Ajo rrugë do të punohet me të gjitha standardet cilat parashikohen në kohën e sodit, kështu që ajo rrugë do të ketë kanalizime, të ujrave të bardha, ujrave të zeza, trotuare, mbrojtësën trotuare, ndriçim të ri etj, kështu që vendbanimi juaj do të jetë shembull i zhvillimit në komunën tonë, kështu që pak durim edhe do të përfundojmë. Faleminderit. Mirdita, unë quhem Martina Vula dhe kam një pyetje për ju. Çfarë bëni kur një qytetar ka një problem apo ankesë dhe si reagoni dhe sa shpejt e zgjidhni problemin? Ne jemi këtu, e tha që në fillim do më thonë në shërbim të qytetarëve, varet se cila natyre problemit ka qytetari. Gjithsesi, Komuna e Tuzit mundohet maksimalisht në kohë rekord dhe me mundësitë e saj sa ka që maksimalisht të dalin të përballë problemeve të qytetarëve, posaçërisht kur kanë bëjë me mundësitë komunale, kështu që jemi shumë efikas, jemi shumë drejt për drejt dhe besoj se edhe qytetarët tanë janë të kënaqur me shërbimet që i ofrojmë ne. Kështu që jemi këtu për shërbim qytetarëve dhe për bashkëpunim me qytetarët. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Ana dhe Divanit dhe kam një pyetje për ju. Urnoni. A mund të na ndihmoni që të kemi më shumë aktivitete jashtëshkollore nëse tek ju dhe stafi juaj kërkojmë ndihmë? Faleminderit për pyetjen, po shikoni, aktivitetet jashtëshkollore i organizon shkolla. Ju nuk e di kush është mësuesi juaj, por ju komunikim me mësuesin tuaj, me zaves drejtorin, me pedagogun edhe gjithë stafin i cili është në shkollë, ti drejtoni kërkesë apo kërkesë të shkollës dhe me organizua. Ne jemi këtu që të mbështesim, do më thonë, në bazë të mundësive dhe kompetencave tona, ne jemi këtu që të mbështesim pse jo edhe aktivitetet e lira në shkollë. Kështu që gjithmonë të keni parasysh, në komunën e Tuzit keni mbështetës, keni institucioni cili është këtu për me u ndihmua dhe udhëzua. Urdhoni i nderuar. A ka dikush tjetër? Unë quhem Jetën Junçaj, e kam një pyetje për ju. Po. Sa punëtor punoni në komunën tonë? Faleminderit për pyetjen.
Në komunën e Tuzit, me sekretariatet cilat i ceki kolegja dhe shërbimin e policisë komunale janë 111 punëtorë. Besoj se janë bolla, apo jo? Që ne jemi gjithë për shërbimet dhe mundësitë që ta u lehtësojmë jetën qytetarëve. Domethënë të angazhuar prej të ai që u ka prit të dera deri te kryetari që e ka zyrën lart. Kështu që u falenderoj nga zemra. E tha dikush një vajzë, e tha një pyetje një vajzë e cili është mesazhi, do ta përsëris edhe një herë në fund mesazhin. Duhet u falenderoj nga zemra për prezencën tuaj. Të keni parasysh jo vetëm ju, por gjithë qytetarët e komunës sonë e kanë derën e hapur në komunën Tuzit. Ne jemi këtu për juve, ne jemi këtu për qytetarët, që çdo shqetësim në kuptimin e asaj, do të thonë se është në suazat e funksionimit tonë të realizojmë, të kemi mundësi, do të thonë të bashkëbisedojmë dhe në fundit edhe pse jo, edhe jo vetëm gjithmonë për nevoja, por edhe me u takua kështu ndonjëherë me bën ndonjë pyetje siç bëhet sot. Kështu që u falenderoj shumë, një kërkesë kam, mësoni sa më mirë, se mësimi t'jeni sa më të edukuar dhe kjo juve do t'ju sillet me të mira në të ardhmen. Kështu që u falenderoj edhe një herë dhe mirupafshim. Mirupafshim. Faleminderit. Në pjesën e dytë të aktivitetit, nxënësit e paraleleve në gjuhën malazeze patën gjithashtu rastin të marrin pjesë në një takim të ngjajshëm, duke treguar interesim dhe angazhim përmes pyetjeve që lidhen me temat e jetës së përditshme, përmirësimin e kushteve në shkolla dhe mbështetje për fëmijët në qytet. Kryetari Gjela ju përgjigj në mënyrë të detajuar dhe inkurajoi fëmijët që të vazhdojnë të jenë aktiv dhe të interesuar për mjedisin që i rrethon, duke theksuar të mësojnë të bëhen një shembull i mirë i së ardhmës së vendit. Ky aktivitet u vlerësua si një model i mirë i bashkëpunimit ndërmjet shkollës dhe institucioneve lokale, me synim forcimin e njohjes së institucioneve që në ciklin fillor të arsimit.